keqi, një zullumqar i madh të kaluarën, e kishte marrë një dietar të madh me emrin Sejdi ibn Xhubair me myt. Dhe kemi akput kokën. Pse dietar dhe kes keq e ki. Sa është kështu ata? Nga se dietarët në ata që kallzojnë e Amira keq. I tha zullumqarit keq e ki. Edhe ai tha ti po më mund keqa? Edhe e murë deke me myt. Po deke njerë me mundu psikikisht ka pak. Po të s'mund është njerin me besim në Allah me thuj psikikisht. Thëjet aj psikikisht. Se njeri me iman s'thëjet. Nëse është i mbështet në Allah në Zogjel. E i tha, qysh po ki qef me të myt? Me kej gare me ta, apo do me të rrugë kështut, apo do me të rrugë kështut, apo kej gare me ta. E kjo djetarja u mërzit, apo përna i gare me mu, që më zvet, më ka gjithë liga, u liga, jo dhe s'liget burri. Aj që është në bështet në Allah në gjellë, ola s'liget. Që i tha, qysh t'ki qef me të, qysh dush, zgjedhe, qysh ki qef me të myt, unë e umëll kja me kurzatetëm, qashtu me të. Qysh t'vjen ty me kalaj, dije, se në kitë dunja pa, ta ka e pa Allah, për qatë dush banë. Ama s'kena me lonë pa uzatetin inshallah, kena mu taku të ka Allah gjellë uala. E qysh t'ki qef me të vrana atje, ty qashtu ti mu vrajmë, apë. E kush ka në shkeli që ta shpra? E kush ka në mporti që ta shpra? Ndaj qysh t'ki qef shaj? Apo qysh t'ki qef ti? Me që të fjallë kime t'hinë varë, me që të kimi dalë Allah për para, ti e din që ka i thush Allah, pëse i ka thonë këti që shut. Qysh dush ti për një? Nga se besimtari shikon për te në gjarjes, apo nuk thellohet në gjarje veç, jetë është për te në gjarjes. Shikon për ma vonë, shikon për këtë botë, shikon për natë botë, për llogarin për Allah të Zogjel.